për bizneset dhe disa qytetarë menduan që do të kalojnë më mirë, pasi që bizneset po ngarkohen e jo qytetarët, kurse ata harreshin që po rritet shporta e konsumuese, shporta e konsumatorit, po rritet çmimi i tyre se bizneset në fund të ditës e fakturojnë të çmimin e kësaj. Dhe sot kur ne jemi duke diskutuar sa do të kemi rritjet e çmimit apo jo, me sigurisht do të kemi, nuk e dimi se sa do të rritet dhe çfarë forme, por strategjia shtetërore e Kosovës është në drejtim të gabuar. Kur themi në drejtim të gabuar, themi kështu për arsye se nëse analizojna brenda 2015-2020 janë importue klima rreth 38 milion, kurse 2020-2025 185 milion, kjo do të thotë që shteti jon e ka subvencionue ngrohjen me energji elektrike, një pjesë e madhe, 50%. Dhe kjo do të thotë që o strategji e gabume. Nuk ka në asnjë vend në Evropë që ngrohet me energji elektrike. Kërkun s'ka. Në rasim lejohet në ndëllijet pak këto, për shembull, kur janë subvencionu klimat, po e marrim kështu, Ministria nuk e ka bën një llogari, dhe ajo llogari është kjo. Na po sepse ka pas familjar që janë ngrohur me pelet, për shembull, ose me drum. Tash çka ka ndodhur? Peleti dhe druni, dyat harxojnë jashtëzakonisht pak energji elektrike, sepse ju duhet vetëm pompa për me qarkullu që e pompë, ju duhet shumë pak. Dhe çka kanë bërë? Kanë subvencionu klima, ku me ato klima, çka kanë bërë, kanë heqë komplet një sektor, ku ai sektor ka marrë jashtëzakonisht pak energji elektrike, dhe kanë fut një diçka që këtu nuk i kanë bën një matje. Dhe këtu ja kanë huq. Dhe këtu është defekti. Këtu ja kanë bën matjen shumë të mirë, sepse kanë fillu me eksportu. Kompanitë që me importu, kompanitë që importojnë janë shumë të afër me institucionet, dhe ja kanë garantu Keskos apo Turkut, ja kanë garantuar edhe me tregun e hapur, një monopol dhe një dyfishim të ardhurave të tyre. Ka që është një njohja e zotrit Kurti ndaj investitorëve të Keskos që dikur i ka kundërshtu, dhe që e ka cek që nuk ka burgshtetas që janë dalë fitimin limakut për rezervat e tyre, kështu që kë i ka dalë pak më mirë se tha që ja ka dyfishu ato.